Në fakt ande unë nuk mund të shikoj zbeje, sepse mos harrojmë tani po shkojmë pak nga pak, po shkojmë në mesin e muajit korrik. Një protestë qytetare që nisi e vogël dhe erdhi në rritje dhe u maksimalizuar në datën 20 qershor me protestën më të madhe në historinë e post-komunizmit në Shqipëri, ku pa frikë të gjithë ekspertët janë shprehur që pjesëmarrja në bulevardin Dëshmorët e Kombit ka qenë mbi 250.000 qytetar. Nuk flasim protestues, qytetar, familjar, fëmijë, bashkëshort, rini, me grupmosha të ndryshme dhe me njerëz pa interesa politike në kontekstin e përgjithshëm të parin, pastaj partitë vogla politike që kërkojnë të përfitojnë politikisht janë tjetër gjë. Unë e kam konsideruar dhe e vlerësoj si protesta më qytetare e 35 viteve tranzicion, normalisht të u përsëri ditën e shtunë në datën 4 korrik dhe ishte një protestë shumë e madhe. Mos harrojmë se e përmenda dhe më lartë se është një periudhë që tashmë familjet janë të predispozuar edhe për të kënaqur fëmijët në pushimet verore, në plazh apo në pishina etj. Dhe e rëndësishme është që bërthama e protestet është shumë e zjartë dhe është qartazi e revoltuar nga arroganca e qeverisjes 13 vjeçare të regjimit rilindja Rama. Në mënyrë permanente, qëndrimi arrogant, tallës, intimidues i kreut Partisë Socialiste dhe kreut qeverisë Edi Rama, i kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla, edhe disa eksponentëve të tjerë përfshi edhe opozitën në momentet caktuar si në fillimin e protestës që ishin të paqartë për ta mbështetur apo mos e mbështetur, por thirrjet labidar Rama-Burg, Berisha-Burg, qarmatosi Partinë Socialiste dhe qeverinë, sepse nuk mund të përdori më atë armën Rama që ja unë po iki, po vjen Saliu ose vjen Gogoli. Kurse thirrja që protestuesit kanë bërë Rama-Burg, Berisha-Burg, do thotë që populli po kërkon distancimin një herë për gjithmonë nga politika e vjetër 35 vjeçare, që më së shumti për hir të interesave, unë jam i qartë sepse kam denoncuar në vitin 2012 korrupsionin e qeverisë së Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste tashmë që ka shkuar mbi 10 fish e 15 fish, pra është i ndërgjegjësuar opinioni publik se qeverit nga 90-ta e këtej kanë qenë qeverisje për oligarkët dhe botën e krimit, duke u garantuar prona shtetërore me 0 lek, duke u garantuar nëpërmjet falsifikimit të vendimeve të gjykatave të falsifikuara, edhe heqjen e pronës pronarit dhe vënien në dispozicion të oligarkëve dhe grupeve kriminale të cilët kanë mundësi të investojnë paratë e pistat fituar në trafikun ndërkombëtar të drogës, gjë të cilat kanë dalë në pa më së shumti dhe është ndërgjegjësuar gjithë opinioni publik me çështjen Aruba dhe investimet që do bëshin kryesisht në Zvernec, por jo vetëm, sepse gjithë Bregdeti tashmë rezulton nëpërmjet Albania Files ekziston me një program të qartë qeveritar me firmën e kryeministrit të Shqipërisë, madje edhe me parathanjen e librit, që është dakordsuar për investimet e paras botës krimit dhe ku konkretizon kryeministri i Shqipërisë programin e amnistisë fiskale, që e ka trumpetuar në kundërshtim me Fondin Monetar Ndërkombëtar prej shumë vitësh, dhe më së fundit duke i ndryshuar amnistin fiskale në paqe fiskale. Pra, ajo është mund ta rikujtoj, ka qenë kryesisht në vitin 2022-2023, ka qenë momenti kur qeveria shqiptare prezantoi që kam 2 milionë euro, domethënë mund të futeshin pa deklaruar burimin e ardhurave. Dhe tashmë nga që FMN-ja e kundërshtoi ashpër. E kundërshtoi ashpër dhe qeveria shqiptare me krye Edi Ramën kanë propaganduar më së fundit paqen fiskale. Pra vetëm i ka ndryshuar emrin, ndërkohë që korridori i pastrimit parave dhe parajsa fiskale e pastrimit parave të botës së krimit, kryesisht trafiku ndërkombëtar drogës, është implementuar tashmë në Bregdetin shqiptar me leje të shumta të dhëna, ku rezultojnë mbi 520 projekte
dhe që ka filluar financimi. Shikon vepër penale aty sepse këtë një grup, një përfaqësi e protestuesve dërgojnë në SPAK. Ende nuk është bërë një kallëzim, unë e di që pritet bëhet edhe një kallëzim për ato se çfarë ky grup protestuesi të mbështetur nga juristë dyshojnë se mund të ketë. Denoncimet për hir të vërtetës, disa denoncime periodike të opozitës shqiptare. Denoncimi i përfaqësuesve të protestës. Si dhe materialet e tjera që ju e keni në një çështje tjetër që e lanquat këtu, po kanë lidhje, kanë detyruar autoritetet evropiane dhe ato amerikane ta shohin me një sy tjetër qasjen e Shqipërisë në programin e integrimit të Bashkimit Evropian. Madje, njëri nga kongresmenët republikanë amerikan, mik i afërt i Donald Trumpit, i cili e ka poshtë strategjik luftën kundër karteleve të drogës, është duke njohur mirë historinë shqiptare të pastrimit, të lavatriqes pastrimit parave të botës së krimit, kryesisht trafikut ndërkombëtar të drogës, është detyruar, sidomos mbasi është njohur me çështjen Aruba dhe Albania Files, është detyruar të paraqes Kongresit Amerikan një projekt ligj të ri për të hetuar grupet kriminale shqiptare në Amerikën Latine, të trafikut ndërkombëtar dhe pastrimin e parave në Shqipëri. Dhe nëse pak më mbrapa që ta sjellojmë pak më gjërë. Dhe nëse vetëm thjesht ide, absolutisht unë kam mendimin që brenda 2 javë ky projekt ligj do të kalojë në Kongresin Amerikan dhe pastaj i duhet 180 ditë për të grumbulluar fakte dhe prova, sepse i jep të drejtën e agjensive ligjzbatuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të hetuar mbi këto grupe dhe mbi lidhjen që ato kanë me qeverinë shqiptare dhe pastrimin e produkteve, vepres penale nëpërmjet investimeve në Bregdet dhe në kryeqytetin e Shqipërisë. Është e theksuar. Ligj apostafat për të hetuar grupet kriminale, le lidhjet me narkoshtetin në Shqipëri, për herë të parë po qasët në Kongresin Amerikan. Çka do të thotë që është një shqetësim shumë serioz dhe tashmë kanë filluar të kalqifikojnë mendimin edhe amerikanët se në Shqipëri ekziston narkoshteti. Do rikthehem sërish për diskutimet të tjera. Prençi, faleminderit. Me çështjen e protestës, Karanxhën e kemi pasur mundësi të diskutojmë, do të ridiskutojmë sepse është një gjë që është aktuale. Shenjat të tërheqjes së qeverisë. Apo propaganda, le të themi që propaganda në formën që i qeveria është detyruar bëj propagandë për të mbajtur pushtetin dhe për këtë do bjem dakord. I ka rezistuar fort. Shenjat e tërheqjes së qeverisë ne shohim që qeveria nuk janë më deklaratat aq të forta si në fillim, pra ata ja ke një farë tërheqje. Po në lidhje me protestuesit, unë nuk shikoj tërheqje. Përkundërzi, ata janë të dalin çdo ditë. Pra se mos harrojmë, kemi 36 ditë, 37 ditë, ditë për ditë në mënyrë të qëndrueshme dhe protesta ka ato të vetat, pra ka ditë që dalin, ka ditë, por kryesorja kush është? Që protesta nuk është shuar. Pra nuk ka shenja shuare. Pra këta mblidhen prap ditë e shtunë ishte, po të kemi parasysh ditën e shtunë ishte mbush sheshi plot. Pra nuk ka. Protesta nuk është shuar, por ka ditët e veta nga pjesëmarrja. Fati që po dalin ditë për ditë, kjo lloj dalin në 36 vjet në Shqipëri nuk ka ndodhur asnjëherë. Pra dalësh ditë për ditë dhe tregon qëndrueshmëri dhe këta persona kanë drejt të dëgjojnë dhe qeveria bën shumë mirë që është tërhequr që t'i dëgjojë për problematikat që kanë protestuesit në Shqipëri. A ka probleme Shqipëria? Po, ka sa dosh. Në gjitha sektorët është me probleme. Pavarësisht se protesta nisi nga çështja e Zvërnesit me shumë drejt, asnjë lloj transparence, fshehtësi, ndërtime pa leje që janë bërë aty, janë ndërtime pa leje, janë prej pemët pa leje, herë thuhet ka projekt, herë thuhet s'ka, del libri që thot ka, atëre kush je ti dhe kush janë këta qeveritarë që sillen në këtë mënyrë me pronën publike që është prona shqiptare, me pronën ta dhe bëj çfarë dush. E ndihmoi bisedën vetëm një moment Karanxha ndjes për ndërprerjen një gazetar i New York Times që kishte bërë një, le të themi, një lloj investigimi nëpërmjet materialeve online dhe kishte bërë një krahasim të Zvërnecit dhe ndonjëherë më vjen keq që pse nuk bëhet, le të themi, edhe në gazetarët ndoshta nuk na ka shkuar në mendje.
krahasuar pamjet e Marsit të këtij viti nga Google Earth ose Google Maps, nga sateliti, me pamjet tani. Domethënë kishte ndërhyrje në Zvërnec, ishin shtruar rrugët, kishte hyrë buldozeri, mbi një derdhe domethënë nga laguna në det ishte ndërtuar një urë, ata sigurisht bënte edhe lidhje me Kushnerin, gazetari New York Times. Pra shpjegonte fare mirë se ndërhyrja që ishte bërë. Dhe duke hequr dhe nga zona e mbrojtur e kategorisë më të lartë si zonë e mbrojtur, me qëllim me ligjin e vitit 2024. Ky është thelbi që duhet të them që kishin bërë amerikanët. Atëherë, ata po ta them ti, ande në mënyrë të padrejtë një pasuri kombëtare e kanë qethur, sa është qethje. Pra ti e qeth një pasuri kombëtare që nuk është që është pronë e gjithë shqiptarëve. Pa projekte, bën ura, bën gjë. Ne jemi kundra, sepse duket jemi kundra zhvillimit, nuk është e vërtetë. Absolutisht, po dhe të shkatrosh pronën, që është pronë e gjithëve, kjo është një shkelje e rëndë e ligjit. Madje aty duhet procedohet penalisht nga ana e SPAK-ut, duke qenë se është procedimi lidhur, se ka nisë çështjen për Zvërnecin, duhet procedohet për ndërtim pale, për prerje të palishme të pyjeve, sepse duhet kesh një projekt për prerjen e pyjeve. Ku e ke ato se si do ndërhyjë zonë? Ti s'ke projekt fare. Pra si shkohet ti ndërhyjke me projekt duke prerë pemat? SPAK-u, me që po marim një rast paralel që ka ndodhur. Kemi kryetarin e bashkisë së Fusharzit, i cili bëri një rrugë Fusharz, preu ca pemë atje dhe e arrestuan për shpërdorim të tyre. A kujtoni? Është para 4 vitesh ky. Po para 4 vitesh, atëherë çfarë ndryshimi ka? Madje këtu, po themi këtu janë cënuar, është një zonë e mbrojtur, pra është zonë e mbrojtur kategorisë parë. Pra ti që këtu duhet kishim proceduar, pse jo pa dalë vendimi i qeverisë, janë lejuar të kryejnë punime. Hapje rrugë, shprehje pemësh. Ja, që këtu shpërdorimi i detyrës. Kush janë këta persona? Sepse ky është standardi. Au arrestu, mos gaboj Zef Tuci, një nga kryetari i bashkisë së Fusharzit, që bëri një rrugë për banorët e zonës, ju e arrestuat kurse këtu po shkatrohet pylli mes ditës, po qethet, se ajo qethet. Zonë e mbrojtur. Është zonë e mbrojtur. Tani në lidhje për sa i përket bërjes me balde, kemi Frantuci, për konfirmim. Frantuci. Është rasti konkret, po. Pra, i bëri një rrugë për banorët, ke prej një dy... Ka cënuar sipërfaqet konsiderueshme të fondit pyjor në pronësitë bashkisë. Ke prej disa dafina dhe disa dëllenja dhe futen burgur, se këtu ti shkatro pishat, shkatro pyllin, shkatro dunat e rërës që kanë vite tërë, që janë pasuri kombëtare, këtu s'kemi pa gjë të rëdhur. Prandaj SPAK-u duhet atoj, edhe si është prej pemët, si është prej pyllin, sepse këtu kemi tamam shpërdorim detyre dhe ka praktikën gati. Rastin e zotit Tuci ta shfrytëzoi. Kurse për sa i përket Zvërnecit, lidhja e Zvërnecit me Sazanin, për mendimin tim, këtu kemi të bëjmë me abuzim. Investimi i familjes Trump është bërë, që është diskutuar dhe që ka thënë dhe intervistën Ivanka Trump, thotë ne do bëjmë një investim në të zonën e Sazanit, nuk ka lidhje me Zvërnecit. Zvërneci këne është një shtesë. Po pse e lidhin të gjithë mediat amerikane? Lidhin mediat amerikane, sepse këtu është ai si themin e mish i dhis. Pra për me i bot dëm një partnerit ton strategjik. Se s'ka lidhje, Zvërneci është i qartë, Sazani është larg, në vijë ajrore është shumë larg. Pra ata do investojnë, nëse do investojnë, është ajo pse nuk dalin ta mohojnë? Karanja më bën përshtypje vetëm një gjë. Pse nuk dalin ta mohojnë? Qoftë familja Trump, qoftë Jared Kushner, në rastin konkret, qoftë qeveria shqiptare, pra të ketë shikot thotë, ata janë atje më ata, janë në Sazan. Shiko, më fal. Të lutem shumë, përse duhet reagoj familja Trump në lidhur me mashtrimet që bën kryeministri i Shqipërisë? Duhet të deklaroj përgjegjës për territorin e Republikës Shqipërisë është kryeministri i Shqipërisë dhe qeveria shqiptare. Keni parë ndonjë prononcim, qoftë një prononcim të vetëm ju të ministrit të mjedisit në 38 ditë që ka protest të qytetarët? Jo, s'ka asnjë prononcim, zero. Vetëm kryeministri i Shqipërisë flet, sepse ai e ka drejtuar këtë pislik. Një, e dyta, pse s'del kryeministri i Shqipërisë dhe thot kush është kompania që është e interesuar për zhvillimin e Zvërnecit? Përmend 4 miliardë euroshin, po nuk e përmend enkas për Zvërnecin. 2 miliardë në fillim është thënë për Sazanin nga Kushner, por nuk është thënë 4 miliardë. 1.6 është faktikisht. Po, tani, këto parat tjera, duhet na i thot kryeministri i Shqipërisë, i cili e din mirë se kush janë të interesuarit. Madje një javë përpara,
Kryeministri i Shqipërisë na ka lançuar edhe disa investitorë strategjik që janë të interesuar për jugun e Shqipërisë, por nuk i ka thënë kush. Ja sa të tjerë të ri. Po, të ri, po. Një nga ta është Atlantic, një kompani e fuqishme. Është e huaj. Po. Ai duhet i thotë shqiptarëve, sepse në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë është detyrim parësor komunikimi me qytetarë dhe me palët e interesit, me këta që u preken interesat që janë pronar, tokash e tjerë. Konsultimi para prak, që në projekt ide, jo kur t'jepet leja, në projekt ide për zhvillim. Pastaj duhet studimi i ndikimit social dhe në mjedis, që janë dy dokumenta bazë që duhet bërë që në periudhën e paraprake, para se qeveria. Ka nisur ajo dhe biles domethënë. Po si ka nisur? Qeveria, po jo, ka nisur. Qeveria ka vlerësim të ndikimit të mjedis dhe social. Social aty nuk e di se po ka popullsi aty. Ka popullsi aty. Po ndërkohë qeveria tha do bëjmë vlerësim të thelluar të ndikimit të mjedisut. Sigurisht, unë shërë e parë që duhet mos vlerësim ndikimit në mjedis dhe të thelluar. Ajo ka filluar ato ekskavatorët. Kur e ka thënë kryeministri, pasi ka filluar protesta. Një javë mbrapa, mbas protestet. Po, shiko, detyrimi për konsultimin para prak nuk është kur të ngrihet populli. E ka detyrim qeveria që përpara, që kur të hidhet projekti ide, në rast se jepet interesi i një kompanie për zhvillimin e një territori caktuar, dy dokumentat e parë që bëhen, që hartohen, janë ndikimi social dhe ndikimi në mjedis, pra që është një dokument që realisht e kontrollon dhe e monitoron komplet këtë plan të ndikimit. Ministria e Mjedisit është Ministria e Linjës. Kam bërë një takim dhe me Ministrinë e Bujqësisë, ka qenë disa ekologjistë, domethënë ekspert nga Bashkimi Evropian. Ku është raporti, lutem? Kanë shkuar në takim, kishte edhe pamje të takimit dhe ndërhyrjet që janë bërë deri tani në Zvërnec janë justifikuar me idenë që është dashur për shkak të për të bërë këtë vlerësim në ndikimit mjedisor. Jo, ato ecin në kam. Jo, zotëri, zonat e leri këto të kari. Aty mund të veshësh një pancizë me gjuetare. Ju jeni drejtuesi i emisionit, por unë nuk ta toleroj ironin me mjedisin shqiptar. Ju ironin e di e bëri me zyrtarët e shtetit, nëse s'po e bëni me mu, edhe unë për këtë... Zyrtarët e shtetit kanë thënë kështu në takim. Zotëri, zyrtarët e shtetit du të ecin në kamp për të vlerësuar mjedisin edhe për të do të kenë në dorë projekti idejën e zhvillimit me qëllim që të thonë deri ku shtrihen investimet me beton, ku shtrihen investimet e ndërtimeve të lehta që janë me dru, me kashte e tjerë, për të parë ndikimin mjedis. Një, e dyta. Dhe ajo që është më e rëndësishme është sepse në Zvërnec vetëm në tokën e rrethuar, e kemi drejtuar dhe herë tjetër, janë 89 hektar brenda 320 hektarshit, janë 89 hektar që janë pasuri shtetërore, janë dunat ranore që janë pesazh natyror, monumente kulture të mbrojtura nga shteti, e kupton? Është bregdeti i Rërës, pra ajo brezi i Rërës dhe brezi i ujit i rrethuar, që shkojnë të gjitha 89 hektar. Atëherë qeveria shqiptare a duhet t'i jap llogori qytetarëve shqiptar për këtë pasuri të përbashkët? Me qënë pa llogoritur që diskutohet që të gjitha tokat që janë pronë private janë me vendime gjykate të falsifikuara për të cilat do mbajnë përgjegjësi njerëzit. Ne i qartë, faleminderit Prençi. Se e lam përgjys, kjo ishte realisht përgjigja e zyrtarëve në takim. Absolutisht. Dhe këtë doli me një video, një nga këto ekologjistët, nga këto ekspertët e mjedisit të përshtypit që ishte takim. Neve nga këto video duhet parë herë kush janë këta ekspert që i thonë popullit shqiptar që të shkosh... Ajo po e thoshte që ishte, ajo po e thoshte një lloj ironie që i tha ne nuk mund ta pranonim si argument. Tani, kush janë këta ekspert të cilët duke shkuar me buldozer dhe me eskavator, thonë ne po shikojmë territorin. Territori ka të gjëra të thjeshta fare. Për me pa një zonë që është kënetore ose zona tja vishën qizme. Pra nuk shkohet me eskavator për me verifiku zonën. Përkundërzi ka mjete tjera, ka qizme, ka dylbi dhe ka sende tjera të cilët verifikohet ndikimin në mjetë. Atletet bardha. Atletet bardha si këto që vinë. Që veshin samit.
Kryeministri. Ato atletët e bardha i lënë tek makina se çizmet duhet futen në zonë aty me çizme. Pra që kur shohim ekskavatorin, që kur shohim ato kamionët me 3 akse që marrin dhe që lvizin, pra që këtu kemi të bëjmë me vepre penale të shpërdorimit të tyres. Dhe ai inspektor zone, dhe ai person i cili ka lejuar të futen këto betoniere pa leje, ai ka përgjegjësi penale. Sepse leja duhet të jetë, domethënë e para leja duhet të jetë e nxjerrë nga organi kompetent që është Ministria e Mjedisit që të bëhen këto punime, të jetë me projekt, të jenë të miratura se si futesh ti me zonë brodër. Dhe ti futesh ti zonë brodër, dhe kur fut fare s'ka projekt. Pa ti s'ke projekt, si e fut. Pra atë s'ke nga ta kapësh. Masë na del një libër që pas ka një projekt ide që ka një libër, pra këtu kemi tamam një paqartësi totale dhe me drejt protestuesit, janë ngritore, çfarë është to? Çfarë do përfitojmë ne? Pra çfarë po përfiton shteti, çfarë po përfitojnë qytetarët, ndërkohë që i gjo po përfitohet. Shkatrimi i pronës. Shkatrimi i pronës nga personat të cilët nuk mund t'i besohet më. Se kjo është ideja. Nuk mund t'i besosh motin, ti thu kom shku për me studiu të pronën e ekskavator. Që këtu të bie besueshmëria. Dhe nuk kemi as i projekt, s'kemi as i ti i ve gardin, që këtu me drejt protestuesit kanë drejt, sepse lidhet dhe me ndryshimet e ligjeve. Pra, një ditë bukur, ligji 2024 që është ndryshuar, 2024 është ndryshuar. Ajo ka i gjë tjetër ande. E çuditshme kush është. Aty ka qenë zonat mbrojtër. Dhe të shi qa interesi këtë blesh toka në zonë mbrojtër. Dhe çuditërisht këto toka që janë blesh zonën e mbrojtër. Të lutem shumë, me lejo të bëjmë një debat juridik. Kush e pengon krye prokurorin e Firit dhe prokurorët e juridiksionit përgjithshëm të Fir që të shkojnë të fillojnë një çështje kryesisht për krim mjedisor. Është ndarë pish por është e Firit dhe Narta edhe Zvërneci i Vlorës. Kush i pengon prokuroritë e juridiksionit përgjithshëm Fir Vlorë për të vazhduar hetimet për krim mjedisor në zona të mbrojtura? Karanja? Kush i pengon? Tani, kjo, për mendimin tim personal, kjo çështje është procedimi lidhur, sepse Spaku ka nisë çështje. S'ka punë fare. Spaku ka filluar për çështjen e pronave, të lutem. Çështja e pronave, në pronat, ti po konstaton që me këto pronë, këta persona që ka marrë pronën, po shkatrojnë dhe pronën. Sepse për shembull po e marrin premç. Nuk ka ardhur ai që nga Lusha të presi pemët në Vlorë. Është personi që përfiton pronën që po e bën. Pra, vepra penale ka lidhur me persona që po zhvillojnë pronën. Është lidhur në mënyrë të drejtë. Të qartësoj. Ndërkohë, kompanitë e interesuar për zhvillimin e pronës në bashkëpunim me, po themi, Gerard Kushner, kanë kontaktuar disa kompani ndërtimore për punime ndihmëse infrastrukturore për të shkuar në vendin ku do zhvillohet. Ende nuk është miratuar leja e ndërtimit, nuk është miratuar leja e zhvillimit, nuk është miratuar leja e ndërtimit, nuk është zbardhur. Pra deri në momentin e zbardhjes së lejes së ndërtimit nuk lejohet qoftë presësh edhe një shkurrë. Dhe unë po të them, të gjitha veprimet quhen krime mjedisore. Krimet mjedisore nuk i ka Spaku. Spaku ka grupin e strukturuar që është marrë me pastrimin e parave, me falsifikimin e pronave tjera. Po jemi para bashkimit procedimeve, sepse janë persona që nëse kanë kryer vepra penale kanë bërë edhe të. Leta vendosi jemi para bashkimit. Po leta vendosi. Shiko, fundja fare, nëse kjo çështje po hetohet, le të hetohet pak nga një prokurori dhe të ketë një hetohet sepse s'mund të hetohet më. Ajo është çështje fakti, është prerë pylli, është dëmtuar, janë një gazetar i huaj në mënyrë të pavarur se çfarë interesi ka. Shiko, këtu toka ke pylli ka ikur. Pra është degraduar. Madje ajo ka nevojë për ekspert mjedisi, sepse kjo tokë që janë prerë pemët rrezikon degradimin. Ajo pjesë që qenë zonë e mbrojtur faktikisht dhe me ligjin e 2024 ndryshimit ka kaluar në një kategori pavarësisht ka prokuroria e juridiksionit përgjithshëm, pasi ka parë qytetarët e Firit dhe të Vlorës duke protestuar, madje duke shkuar dhe gardin, duhet ishte shqetësuar dhe duhet kishte shkuar një prokuror ose krye prokurori duhet kishte ngarkuar një prokuror apo 2 prokuror apo 5 oficerët policisë gjyqësore për të parë çfarë po bëhet. Në realitet atje është bërë krim mjedisor. Më shumë 10 herë më shumë, 100 herë më shumë se sa Fran Tuci. Rasti Fran Tucit ka bërë burg Fran Tuci. Se në gjendje është prokuroria, domethënë, ka guxim, prokuroria sot, aq më tepër ajo juridiksionit përgjithshëm,
të njësë një hetim. Për një rast të tillë ne kemi një moment pak më vonë ku do ta diskutojmë se kush janë dhe ata që ndoshta emërohen prokurori